Pas asfaltimit të gjithë segmentit Shirok-Zogaj pika kufitare Skje me gjatësi 6.5 km, janë në mbyllje edhe punimet për korsinë e dedikuar për këmbësorët dhe pedaluesit, e cila shtrihet për gjatë gjithë gjatësisë rrugës, duke rritur sigurinë dhe standardet e lëvizjes për banorët dhe vizitorët. Ndërtimi i korsisë për lëvizjen me biçikleta dhe për këmbësorët është edhe faza përmbyllëse e gjithë investimit për rrugën Shirok-Zogaj. Aktualisht është shtruar gati 90% e korsisë me asfalt, ndërkohë që paralelisht po punohet edhe për vendosjen e parmakëve anësor të rrugës. Përveç se zgjerimit të rrugës deri në 11 metra gjerësi, investimi ka dhënë zgjidhje përfundimtare dhe dy problematikave të rëndësishme për banorët e Zogajt, furnizimit me energji elektrike dhe sistemimit të kanalizimeve. Rruga Shirok-Zogaj pika kufitare Skje konsiderohet një investim me rëndësi strategjike, pasi krijon infrastrukturën e nevojshme për hapjen e një pike të re kufitare me malin e Zi, e cila pritet të bëhet funksionale brenda aktiviti, duke forcuar lidhjet ndërkufitare, lehtësuar qarkullimin e qytetarëve dhe nxitur më tej zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë në të dy anët e kufirit.